I dashuri bashkëkohëtar i fillimit të rrugtimit ton, i nderuari kryetar i vetëvendosjes, kryeministri i Republikës, miku im Albin Kurti, më leja që qysh në fillim du me të siguru diçka që populli shumë shpejt pret që të rikthesh edhe më fuqishëm se në vitin 2021. Pa dyshim që këtë qenë dhe do të mbetesh kryeministri më i mirë që ka pasur shteti ynë, të nderuar kolegë të Këshillit të Përgjithshëm, i nderuar i kryetar i Kuvendit, Ndimal Basha, kryetare Nagafsi, sekretar Rama, nën kryetare Haxhiu, zëvendës kryeministër Bislimi, shumë nderuara kryetare e guximshme, Danika Gërvalla, deputet e ministra, nën kryetare Mrika Limani, ministra e deputet, cilëve ju përshëndes, me përulje dhe obligim më duhet të pranoj këtë nominim të Këshillit të Përgjithshëm për mandatar kryeministri. Këtë e bëj si thirrje nga detyra, e cila na shndron në shërbëtor të interesit publik. Cili është interesi më i thellë publik i popullit dhe shtetit tonë në situatën ku ndodhemi. Lëvizja vetëvendosje e ka definuar këtë interes në dy shtylla, në rrethonat aktuale. Së pari, shmangja e dy parë zgjedhjeve të mundshme brenda 3 muajsh, dhe së dyti, votimin e buxhetit për vitin 2026, pa të cilin rrezikohen dimensionet vitale të qytetarëve tanë, prej mbi 80.000 pagave të sektorit publik, pensionet e shtesat e fëmijëve sipas rritjeve të planifikuara, e deri te projektet ekzistenciale për shoqërinë tonë. Çështja jo më pak urgjente është edhe votimi i menjëhershëm i planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Do të ishte pafalshme nëse për shkak të tekave të partive politike e humbim mundësinë e përfitimit të benefiteve qindra milionëshe, duke u krekosur se po shkojmë në zgjedhje. Edhe dy procese tjera nuk na presin. Transmetuesi publik, Radio Televizioni Kosovës, me njëherë mbesin pa pagat e tyre, e po ashtu edhe nuk ka kur farafati shtesë për buxhetin e 3 komunave të Republikës Kosovës, bëhet fjalë për komunën e Prishtinës, të Gjilanit dhe të Zubin Potokut. Edhe neve hovi i dëshirës imediate na thot zgjedhje. Por maturia shtetërore na thot ta bëjmë një qeveri të re, e cila synon të na dërgoj së paku deri te muret e kalasë së presidentit. Ky është gjykimi ynë mbi interesin aktual shtetëror të Republikës së Kosovës. E ne si delegat këtij këshilli më së paku e kemi menduar e pritur se do të vijmë në këtë pikë. Si dje, po më kujtohet kur vete propozova Albin Kurtin për mandatar, kurse ai sot po më propozon mua. Albin Kurti është personi më i votuar në historinë e zgjedhjeve parlamentare të Republikës së Kosovës. Problemi i nderuar i kryetar Albin është që atë sa e ke gëzu popullin me gjithë këtë mbështetje, në po të njëjtën mos ke nxitur edhe shumë frikë te kundërshtarët të politik, të cilët u bashkuan vetëm me një qëllim, të ta pamundësojnë krimin e një qeverie për herë të tretë. Ama një gjë e dim të gjithë, nuk ka forcë që e shkput
dhe që e ndalë lidhmërinë e popullit tonë me lëvizjen vetëvendosje. Në udhëheqjen e kryeministrit Kurti, shteti ynë pati arritje të mëdha. Prej buxhetit të shtetit që ne e morëm me 2.4 miliard euro, qysh për ju kujtohet, në vitin 2021, e tash kemi arritur me buxhetin e ri të propozuar nga qeveria jonë prej 4 miliard eurosh. Në shumicën e indekseve globale të ekonomisë, të drejtësisë, të sigurisë, e në shumë të tjera, Kosova qëndron dukshëm më mirë se në të kaluarën, falë qeverisjes së mirë të kryeministrit Kurti dhe të ministrave të cilët i ndihmuan të gjithë së bashku. Prandaj për mua thjesht po më duket diqysh e pabesueshme që kjo qeveri nuk do të vazhdoj. Një qeveri e cila ka vendosur projekte në shoqërinë tonë, të cilat unë besoj që do të qëndrojnë me dekada, siç ishin shtesat e fëmijëve, edhe shumë projekte të rëndësishme të cilat i implementuan për 4 vite me radhë, duke e ngritur ekonominë tonë për çdo vit mbi 4% rritje ekonomike. Secili prej qytetarëve shtron pyetjen, pse mos me vazhdu një qeveri e tillë. Por në anën tjetër e kemi një opozitë të cilën e kemi. Këtë e zgjedh populli, nuk e zgjedhim ne. Ne nuk mund ta modelojmë opozitën sipas dëshirave tona, sepse po ta bënim këtë dhe po të ishte kjo e mundshme, nuk do të kishim demokraci. Ama po ashtu unë e di që në çdo shtet serioz, çdo shtet i cili është shumë i zhvilluar, çdo shtet i cili është i konsoliduar, pozita edhe opozita arrin të ndërtojnë disa qëllime të përbashkëta për hir të interesit të përgjithshëm të qytetarëve dhe të vendit. Pikërisht tash dhe ky është momentin në Kosovë. Vetëvendosja po e bën kompromisin e vet. Po e bën kompromisin e vet, më shumë se kaq nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi sepse ne po e prezantojmë një qeveri në të cilën nuk është kryeministër Albin Kurti. E ky mendoj që është një kompromis shumë i madh për lëvizjen vetëvendosje. Ama tash e ka radhën opozita për kompromisin e vet. Ne kishim zgjedhjen shkurt këtij viti, pastaj kishim zgjedhjet lokale të cilat sapo u mbajtën me 12 tetor. E kemi tash balotazhin e zgjedhjeve lokale me 9 nëntor. E nëse do t'i kemi edhe zgjedhjet në dhjetor, tash, e konstituimi i kuvendit nuk mund të bëhet deri në shkurt. Kush na garanton se në mars, me këto qëndrimet subjekteve politike që i kemi, mund ta zgjedhim një president në fillim të marsit. Kjo do të na çonte në 5 palë zgjedhje. 5 palë zgjedhje brenda një viti. Është e papërballueshme për Republikën dhe për popullin tonë. Pra, ne po hymë me një qëllim të qartë, me një qëllim të mirë, në funksion të interesit publik. Po kush e interpreton këtë, që lëvizja vetëvendosje po friksohet nga zgjedhjet, që lëvizja vetëvendosje nuk është e gatshme për zgjedhjet, e ka shumë gabim. Nëse duan ta provojnë, populli është këtu, populli është ai i njëjti,
që mendon njëjtë dhe që unë mendoj nëse nuk shë reflektim të mirë nga i gjithë spektri politik në Republikën e Kosovës, do të di ashtu që është gjithë ka ditë me dhonë përgjigjen e vetë, edhe në dhjetor, po që se mbohen zgjedhjet. Ne po e krymë në këtë mënyrë edhe një obligim kushtetues. Detyrën që të mos shkojmë zgjedhje pa e provuar atë qeverinë e dytë. E megjithatë, ne jemi të varur nga ajo se si veprojnë partit tjera parlamentare. Ua bëjmë ftesën më të mirë e më të sinqert dhe ua zgjatim dorën e bashkëpunimit për këto qëllime të cilat edhe i shpjegoj kryeministri Kurti, edhe unë i thash, prej buxhetit e të gjitha tjerat. Këto janë imediate, si nevojat Kosovës, është interes publik i popullit ton dhe shpresojmë që ta gjejmë gjuhën e përbashkët me partitë opozitare, të cilat unë i ftoj me sinqeritet që ta arrijmë këtë projekt të përbashkët. Veç Kosova fiton prej kësaj nëse e arrijmë. Partitë tjera e kanë në dorë nëse duan zgjedhje me njëherë tash. Të gjithë jemi në lupën e popullit, por mu po më duket që shpata e gjykimit do t'jetë ma e mret se kur më parë. Shumë faleminderit e na prift e mbara bashkë.